fakt gjatë. do thosha që e meta e vetme që mund të ketë zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, është Kryeministri i Shqipërisë, mbreti i zemrës time, burri i Linda Ramës, babai i Zao Miliosmanit, dhe është që E ketë zemrën më pak bardhë. të 165 ditë të vdetit. 365 ditë. Po, pa vdetit kjo do film bazë një bashkë një dhe në trek. Po. Dhe që i pare ropje. Një dëgjuesi podcastit tonë është kirurg dhe la operacionin e zemrës përgjithësi për të dëgjuar podcastin sa po doli. Ne nuk sugjerojmë as kënd të rrezikoj vesh shumë mirë, por në fundit kush jemi ne ti tregojmë çfarë bëni. Ti je zoti vetes. Dëgjoj podcast. Çfarë? Algo tida tet. Abonata i. Si e kalon verë? Shumë mirë. Tive. Dhe të thënë që gjoza vëtime të këllshme. Që po? Pa. Ja, nuk të njëri se ku e kalon pushin, nuk të si kalon pushin, edhe të shumë mirë. Nuk ka nevoj të dikët. Dere kjafet. Ka nevoj. Se më shkëllin e për një. E ke fjerë, Amër që e fjerë. Ama ja vje më di më zgjini keni e profet zgjini kalu. Një më keni vajër. E keni gjune që podcastin. E i gjithë ju që jeni në Patreon, mos harroni të dëgjoni gjithë episodet ekskluzive që janë vetëm për Patreon. Nuk i ka dëgjuar askush, nuk i kemi bërë kurrë publike, është e vetëm në këtë lloj platforme. Për ju të tjerë që i keni dëgjuar gjitha dhe thjesht vazhdoni të rini aty në Patreon sepse doni ta mbështesni, ju falenderoj njerëzonisht shumë. Për ju të tjerë që s'keni mundësi, vërtet, na vjen keq, në zemra, na vjen keq. Dhe shumë faleminderit ju të tjerë që thjesht e dëgjoni në platforma të tjera dhe e shpërndani kimisht tuaj. Dhe ju të tjerë që dëgjoni vetëm ju, por nuk e shpërndani kimisht tuaj sepse nuk doni të zbuloni njëri, që doni të jeni ata që kur ti thot shokut, e ke dëgjuar këtë podcast, po, dakon kam një vit që dëgjoj ato, po, çfarë do thon? Da u që shumë bla, s'ke po Patreon, po thënë, kot bilate. Drejt. Nuk do pendoheni për kosën e një kafe që pi në muaj, imagjinoj janë ditë, mund të kesh një akses të palimitueshëm të një zhanri të papar podcastesh me humor të zi, që ndoshta do gjesh veten, ndoshta do gjesh fund ditës. Bëjeni o zebrat e mia. Dembrat, njëse. Sot Lucifer do të flisë pak për një mision që më doli ke Euronews, nuk e di do vinë zgjedhjet dhe tani kanë rekrutuar njerëz të rinj te partia socialiste dhe siç çfarë flasë për Edi Ramën, për mbretin e më të mirë e gjithëve, Edi Ramën në zemrën time. Nese? Ke dëgjuar? Se shëra pa që e bëjnë, nuk shëra pa që marrin. Jo, ata që dalin nga paga e shumë të rinj. Janë ata që këta do jenë politikanë ndoshta në 10 vitet e ardhshme ose këta do jenë Edi Rama e sotme, do jenë atëhershme. Nice. Po, do jenë këtë tim. A ka Edi Rama? Edi Rama ka shumë të meta. Unë dua më pak se shumë. Edi Rama bën është 10 hapa përpara me të tjerëve, duhet që kupton një nga të metat që ka Edi Rama. I ka një të metë është 10 hapa para nesh. Baje kush e ti. Është i mirë, është një nga të metat që ka është si zemër. Po ti kush e ti 10 hapa? Unë jam e meta e ti. Kush ka një ti me godë? Meta me madhe të jamës është Ilir Meta. Ilir Meta, pa se vjen Rodina në gjunga, që i foti bëni gungën. Duhet 20 hapa thua. Jo, është përpara, të ngadalsoj pak, e kuptova. Ka të meta. Po pra, kjo është një metë e madhe, se nuk e ndjekim dot. Pra, është një shumë është e meta. Do li që është e meta, do li shpikoni që është e meta. Është shumë mirë, ple, është një më të metat, është me të meta. është e metë komplete, bro. A i zhjeta pa para. është me të meta. Unë sa po zbret nga shpia, po zbret shkallë dhe poshtë, a i është ke fura bugës. A i është 20 etapa parë, e cëm shumë trotuar të asha kullore, a i është 20 etapa grë vetë është 20 etapa mrapa, sepse i është gjithmonë 20 etapa parë. A i është ke magazine a kullore të mrapa. Po ati që do, po nuk në lënë do të 20 etapa parë. A që ka apin, edhe ka apin e madhe. Qëllon e i qërë sokaka ty, a i është
10 të hapa para. Po aty s'ka ku ka shkon apo jo? Nëse çfarë tjetër, çfarë? Jemetit. Roy, 4 metra Edi Rama i artikulon dot një? Nuk do të isha në përgjigje, po besoj është një pyetje që kërkon pak më tepër kohë për ta menduar, për të qenë jo vetëm politikisht korrekt, por për të qenë korrekt. Do thjesht ty po plako dhe thys po kujtohet një tani më mirë është vendesh. Po besoj se ka si çdo njeri, po unë s'maj mend një tani në këtë moment specifik. Në që e idealizoj dhe jam gati që ai të më molestoj. Por ja. Qëse unë për shumë marr një vizë sot, po themi vizë Schengen, ne i ka marrë 10 viza Schengen. Po, sepse erdhi dha më parë. Po. Shumë vërtet. Shumë vërtet. Nëse, Për momentin nuk kam një... Deri tani ke parë vetëm meritat e tij, jo tmetat. Apo vlerat e tij. Besoj që jam ende në stadin, jo vetëm për... Më që ke parë më? Për këtë do... Nuk jam ende në stadin... s'më flas dot. Olivia Stadium. Nuk flas dot. Aty jam. Po atëherë pse je këtu, por nuk jam ende në stadin për të thënë që ai ka bëj gjë, disa ka lëmë të vëgjël. Jo, në fakt pse është gazetare këtu që po i pyet. Po nuk e di se çfarë po bëj, nuk e di kush është qëllimi i emisionit tash. Çfarë kanë? Çfarë kanë bërë të rinj të PS-s dhe të rinj të PD-s dhe po diskutojnë përgjithsisht ndoshta për të pasur se jemi në më të mirë. Si deri Milanit. Nuk nisën e keqe, në thon drejtën. Nisë të mirë që në këtë mënyrë shef çfarë mendojnë të rinjt dhe i sfidoni çik ato besimet. Ja për shembull, kjo është një sfidë shumë e bukur. Si s'kemë në një të keqet kryetarit tat, jo asnjë për zotin, ai s'ka ai edhe kur 10, po ai 10 në një herë domethënë. Por nëse do i vinte për 10, nuk e keni idenë çfarë ere vjen kur del ai nga banja. E meta vetëm që ka ai është që e ka të vogël. Po, brim në 25 centim. Po ka lidhje vaje, 25 centim i ka shumë të vogël. Se ka 20 centimetra para. Po, 20 centimetra para. 20 centimetra para, i edhe kish problemin. Edi Rama për shembull nuk shim dot mrapç. Këtë 14. Pse? Se më ka që ai është gjithmonë para te. Është para te. Mund ta qish ti mrapç. Po dhe kur fillon ta shuti mrapç, ai është përpara. Ai është shumë para dhe ti se ke krajin 20 hapsh. Jo, edhe ka qi ai ti. Ai të ka qi për të gjë. Kush ka thënë këtë? Tos nano. Ka faljes. Kos. Nano. Kos. Kos nano. Zbuloj që kosin, më thoshin po Luçi. Zbuloj kosin, në të keqe mami. Leshon kosin e roja plako. Nuk i të babi thoshte, ka bë kos nana e hodhe, ka bë kos. Ka bë kos nana, sot? Në më një ka bë kos e bab. Që ka i thuj që. Ka bë për e. Nisa, ha? Arroba prap në klush. Ta rrit evidentoj metat në sensin që i vën pa si vretje nga ana ime, besoj që kam akoma kohë për të kaluar në stadin që jap mend. Elena, po e bëj pyetje ndryshe, do doje ti ndryshoje diçka Edi Ramos? Se e met mbase bie rënd në veshin tuaj. Jo, e met Gjatësin. në fakt do thosha që e meta e vetme që mund të ketë zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, është kryeministri i Shqipërisë, mbreti i zemrës time, burri i Linda Ramës, babai i Zao Miliosmanit dhe është që e ketë zemrën më pak të bardhë. Se e marrë njerëzit si është shumë i drejtë, shumë naive. E marrë si dopsi dhe thonë, e marrë në për lojë të shketin kur ai bën vetëm mirë për Shqipërinë. Shumë vërtet. Gjatë. Që bën aq shumë për vendin sa nuk bën aq për veta. Nuk komedira. E parë që do të bëjmë shumë për veten se ç'po bën. S'bën asnjë gjë, se këtë ndel pa lartë dhëmbët. Kush kanë më të dhëmë, vjen ndikonin dikur Edi Rama shumë çatrapesh ka vesh, po pse i vesh ato çatrape? Se s'kishte, ato i gjeni para. Po si kujdeset se e ka mendje ke vendi ku do bëjmë këtë vend, kur do bëjmë këtë vend. Vendi. Ndërkohë viti era alkooli. Atëherë si kështu si me gjatë gjëra, do të gjithë serioz, shumë ky vit ashtu si me Nallane, kështu si. Me gjëra. I brekushën ai herë me një Po, me ato me stilin e vetë, kur si aktor që duke sigurisht ne mendonim se ishte thjesht stili i tij si një artist në shpirt, po jo, ky thjesht kujdese për veten, thjesht merrte çka kishte. Stili im o plagë, stili im bam me migrim. Stili edhe si kanë pasur bam në migrim. Nuk është puna atë. Ky është stili jon, stili edhe si kanë pasur bam me migran. Normal. Interesant. Vetëm pas dorë. Për vendin sa nuk Okej. Del një parujt, se kam parë
del i palar plak. Era alkool, dhëmbët palas ishte. Po qabu, kokain ke... Po, kokain ke gjepat që ai zakonisht i pastronte më para se të bëhesh kryeministër, tani ka plot. Lek, shuk. Po, në për gjepa, kështu si ti topi. Po, i zhupros, ishte për mot, i bërë aty me kokain, me ato topat e vetë kokain. Qa bëha, që bërë. Gjithë ato tuba do lekët. Po, do hajë sot jo s'do hajë. Gjumë, fare. Si një poç, po të shjenë, normal. Pse pi kokaina, mamen kur e pyetëm pse pi kokaina, tha, po si të rillën zgjut për vendin tim. Po, vendin im bamba me gri. Shëdishme, po nuk e kuptoj njerëzit të gjëra, janë të shpirë. E ka mundi vetëm ke vendi. Po këtu, paska qenë ke Rodina Xhunga, paska thënë diçka kjo goca. Ku i shikoni shembujt e njerëzve që kontribuojnë ka? Shembujt e njerëzve që kontribuojnë, ja, shembulli konkret, kryeministri Edi Rama, një njeri që ka kontribuar mjaft për vendin e përbët. Ja, paska fut babin punë edhe mamin masë. Vllai është gati. Do të jetë në shkollë. Kjo edhe nëse është e sinqert, që mund të jetë. Unë t'ishe Edi Rama vëzhon të thosha, da me janë zyrë i sekund që. Dhe pare nuk ka me lëpi bythën dhe nga kurizi. Në gjithë që i gjullë e nga bytha ime. Po, nuk ka nevojë me lëpi bythën dhe një. Filloj vetëm i qika, por ti lap, sa me paqe. Nuk ka nevojë me fut lapën mren. Jo, ti që unë e Edi Rama të kisha bëgët s'kena në shumë plak. Të ja që një rol, sa i është karizmatike. Nuk kisha ngreti e këpusën me pa a kisha shkel në i gjë. Do shifësha dhe të sigurohë që nuk kisha shkel si gjë plako. Thjesht të kuptoja që dhe ishe diçka nga bytha që po më lëpinte, kupton, dhe kuptoja që po më shqetësonte diçka ke bytha. Ose o përzëndetoja kësaj gjë, lutem, ka mundësi ta ulësh një 2 shkallë më poshtë këtë që ke bolë. Glorifikimi që ke për mua. Ja, aha. Ta që ty ke bolë të thua. Ti do ajo që s'kuptova, ti do që të haj më ka në gojë, më plasësh bolet ke mjekra. Jo. Po çka këto fjalë pa lidhje fare. Si edhe vogël se edhe nga pa. Unë për ty mund të bëjë gjë zotë kryeministër se ti e ke mendje vetëm ke vendi. Po. Ti vetëm mund të ke ai vendi e ke. Vetëm ke gopi. E ke për këtë vend ndam si gop, se ke mend vetëm aty. Po, normal. Gjë. Dhe tregohet qartë edhe nga pamjet që ne pam në Afin, me të gjithë shqiptarët të cilët e mbështesnin nga anës. Ti ke shkuar në PS për Edi Ramën apo për socializmin? Unë kam shkuar për socializmin, po patjetër edhe për Edi Ramën, sepse ai ka treguar që është burr shteti, është strateg dhe ka ide të qarta. Gango strateg, më lale, të përdor fjalët e Levio Zerbianës. Gango strateg, ironi kirurgu. Ironi kirurgu, kështu i du gotët e podcastit plako, me këtë lloj fryme. Po, edhe unë kështu i du. Ushtar. Ushtar plako, ushtar, shive sa burr. Nuk e di domethënë. Domethënë Edi Rama si unë djeve kur jape këmbët të këtij vendi. Le të themi që kam parë dhe më mirë. Paska po, e ke parasysh Kristian Boçin plako që doli që ishte lar leka para ku dëgjon. Oh, s'është mburgë? Jo, këtë që më pash tani kishte qenë në spital plako, edhe paska bë aksident thotë. Që ka ndodhur me shkete, por se ka bëj bamirësisht. Që ka rënë të zgjohesh pas 47 vjetësh, që ka 47 vjeç, sa po morën vesh. U zgjodha tani. Me një sy thot, pas ka humbur një sy në aksidentin. Po më ka qenë një sy. Faleminderit Zotit për çdo të mirë të keq që më ke më dhuron. Të duam dhe ta lërsojmë Zotin në çdo hap. Zoti ju bekov dorën për çdo SMS. Bekov. Një sy për një sy, një dhëm për një dhëm, kodë. Zoti ju bekov të dorën për çdo SMS. Në fund pasaj të thotë çka ka dhënë fund. Faleminderit Spitali Ushtarak. Po ato njerëzit e shkëlqy punojnë aty që shkërbejnë normalisht. Që mas e zbesojnë Zot, po janë aty e plaka duke shërbyer. Gjithsesi ky në këtë rast e falenderon Zotin, edhe okay, ka ato besimet e veta. Nëse. Po ma bit plako që asgjë s'ndodh në atë mend, ja. Pritesh se jo po sekwestruan një pasuri për 50 milion dollarë që ishin pastrim parash, nuk e di the thash mamen. Cristian Ronaldo Boçi akoma jashtë në një sy. Po atë s'po kapin motrat Berisha, biles pash që në TikTok ishin nxjerr Monta Berisha një video, por imagjino vazhdojnë në kërkim, vazhdojnë në video. Akoma, se kanë biznesin online edhe njerëzit vazhdojnë blejnë ka ato. Normalisht. Edhe këta ja çën vetëm me motor, po prapë nuk i kap njëri.
Ta që me maskën motor, mos haro. Me maskën e të lehtë. Kaskën në burë, se normalisht ka rregulla shteti. Ederama më tonë kështë zemër. Me kask apo me mask? Si quhet kask dhe nuk quhet mask? Apo nga që jenë motor quhet mask, se është motor mask, kurse kur jenë kamion quhet kask. Dhe një ti mas deri në 4 cm quhet mask, se është e vogël. Kurse deri 25 cm që është vetur, dhe fillon me vë quhet vask. 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 Po ti mendosh plakë të korçaret pak si japonez. Vask. Ja, francezë, japonez. Është la quercia. Turizë vogël. E para herë është një emision plako, atë është njëri Mirion Çako e ka, është teolog, por i pjesë e kishës ortodokse dhe po fliste për pastorin, pra te Priftin, e më me Priftin që kemi folur në një podcast. Priftin Ja, se kemi folur për nga Luçi. Pierre the Prift në Prift. Prifti. Qia Prift në prill. Po, si kishte, e nga Lushnja ishte, që kishte shkërdyer atë për 5 vjet, Elbasan. Jo, atë jo, tjetër ajo është ky po, atë nga Elbasani po mbronte, më fal, po mbronte këtë nga Lushnja, që kishte bërë 5 vjet lidhje me atë gruan. Më fal, keni provuar juve? O flako, qero, ai thashte, po kena një video më flako. Keni video juve? Po atë video mund t'i bëj kushdo, mund t'i postoj kushdo. Identike narrativa që po bën moment ai, nëse mani mund t'i podcasti. Nëse qoftë se ke dëgjuar këtë podcastin, vazhdo shko dëgjoj tani. Jo, është pel. Urgjent. Podcasti me Priftin e Lushës, ajo megjithatë ai Elbasanit është pel. Nëse gjithë ai se ishte ftuar me event tjetër, po fliste për demonët. Regjia e padukshme, kur djallit shikon që ti kalon në këtë manifestim në egoizëm që shkëputesh nga Zoti, shikon djallit po pret aty, apo jo. Pëlqen kur flasësh me sigurinë totale, vendet plot që djalli e shikon pret. Sa i e fillu me egoizëm, aq i e shkëput nga Zoti, nuk e do të di që kur valloj me egoizëm shkëputet direkt nga Zoti. Kjo është një pjesë e imagjinatës së plakë që ky po e shpalos aty. Ashtu siç e vjen, ndërkohë që kur i vjen video faktike në dorë, do të këtë mund ta bëj kushdo. Po atë mund të jetë montim. Çmontim dhe montim, ku dëgjoj. Po dhe djalli mund të jetë montim me çmontim, po. Jo, s'mundet. Jo, ai rri aty plakë, po pret. Je gjithmonë duke pritur që ti të kesh atë egoizmin. Aha, nice, jo. Është nga realiteti dhe mendon vetja që ti mund të realizosh se ti do more. Ti do, unë e dua këtë të realizoj. E ka fjalën për këto që manifestojnë, e kupton këto që spiritualistët që thonë manifesto për shkak të kesh shumë para dhe ti do të kesh këto para. Po u zgjove në mëngjes duke menduar që je një loser, një humbës, ti nuk do fitosh kurrë. Po u zgjove duke menduar që ti je një lider. Kemi diskutuar me podcastin për motivimin e fëmijëve, më menatë, më që si motivon djalin e tij. Po. 13 cause. Ti je një lider, çfarë bëjmë neve mëngjes? Ne hajm bukë me djalë. Çfarë ku jemi neve në shkollë? Çemi neve një lider. Ne bëna me gjurmë. Ne jemi lider dhe duam dhe Zotin. Ku i mbajnë çorapet e tij dytë. Mëne, në tjetër, si dai pa djatë. Tani mund të ikesh në shkollë. E bëmi me një lider, një zon. Ai mund të ikesh në shkollë dhe ti ke babi më të mirë në univers. E kam. Atëra ai çfarë bën? Fillon të realizon disa nga dëshirat e tua. Për shembull, dëshiron të bësh i pasur, sot del në rrugë. Domethënë edhe djalli pas ka aftësi për të bërë të pasur. Kishte aftësi për të plotësuar dëshira herë. Pastaj nëse djalli ka aftësi plagë për të plotësuar. Ka tropiti herë që dera ime ky pjedhërofsh djallit vogël. Po pra e shif shorë ne japin 2 milionë euro është një jetë. Po jo vetë japin, ma bën një deal. Dildo. Di sot të plagë e. Si mendon alergjive giga luje. Se kjo djallin vogël. Se djalli plagë do pjell. Dillën e do të rujtë të parujtë. O vdek, po plasim për që ljonë ndrysh për plotë. Një blekë dhe ti. Pare herë, a i bit darës. I bit derës këj kur vjen plako, apo dhe thjesht fudet. Lucifer, në qëfë se ti do t'jep të Zoti dhe i djallin falj, një mundësi që ti shisje shpirtin. Për sa lek do e shisje, me vërda? Nuk të shisje për lek, bro, se vahet që të kërkon. A i masë të kërkon shpirtin. Ora, a i të kërkon vetëm shpirtin. Se sa i thonë që kur desës, thjesht nuk të shkosh para dhe vishën ferë me mu. Ti tani? Që më kollaj që më t'javë, plak, se shpirtin të ka morë jeta. I e kokër këpër i ka jetu soldatën në bot, vjen djale për troket këtë ty. Hajde më karë, mirë se të vish. Po pra, po qatë shpimi ti mirë, me vërda?
500.000 lekë. 500 milion euro. I ke vërtetë ti e njëri i thjesht fare. 500.000 lekë mujore plagë për gjithë jetën. Çfarë thua plagë? E më i rrogë. Ose shif kështu. Ose shif kështu. 230.000 lekë muaj. Po pse pikërisht 230, pse kaq specifike shifra? Se më kujtu gjyshi pensioni plagë, Po, se më kujtu t'ja dyshoj pensionin gjyshit. Po. I 100.000 lekë javë gjysh, pa ai duhet më me mbi ato cigare. Unë mendoj që ai vjen me tjera kontrata. Kontrata është një kështu plagë. Do të jesh, po themi, aktori më i famshëm në botë? Jo. E thua ti qia, aktori më i famshëm, unë zdi anglisht. Okej, do të jesh as do të jesh atë qifra, ro. Ja, më se vrit Pse je ndjekojnë me djali keq? Se shapa mi se shangaro. Se shangaro për gjekë dhe unë jam djali, unë shangaro për të qiro. Djali më fal. Fal, se shpëtë goja jam djali. Fal se unë jam thjesht djali vetë. Jam shejtan. Jam djali vetë. Po me zërinj. Okej, atëre, që do t'jesh? Që t'jesh me mirë në atë gjë? Që do duhet i fam apo para? Unë ta kesh famën, e besoj se vite parat mrapa. Ja, të jemi sinqert, unë mendoj që pak nga ky podcast duhet që unë e ti nuk është se po kërkojmë famë, se të këshim ndjeni i ftyrën e gjohë për të godit që më lartë. Po, ose më poshte, vari kajnë, si mi të bukur e nise, klasë për vete. Ka thënë Rosalia, kujdes, fama është thikë në depresa. La fama es la thiko con dos presas. O que pasó? Një këngë s'ka lidhje pa. Ideja është që ti s'do famë, ti do, që do tani, para apo i e gjatësi? Po, shiko, vaqë që kërkon, që se të bën dilin kështu plako, ja lënë në dorë djallit, që të bëj që të kari plako, dhe mund tjetë shumë vëndaj për lepro. Më të shifë se mund t'japi famë plako, mund bëj kuzhinjerin, po të më të mirë në botë, ndërkohë që jeta jote plako është stres, është merr, ti je pa grup, pa fëmijë, pa familje, gjithkohë kuzhinë, ramut, njerëzit të duan vetëm ushqim, plako je njeri i keq, edhe prapë s'til asnjë gjë. Po ti kërkosh shumë gru dhe fëmijë dhe lumturi dhe edhe shumë pilla. Milioner, edhe pilla. Ashtu po. Ja, vetëm një mund zgjedhësh nga këto. Është ai plako që thotë dua kembe ne djatë e Cristiano Ronaldo se të majtën të mesit. Djalli e bën direkt e plak, po në rregull. Dhe bën atë diferencën e gjatësisë plak, dhe ky është topall gjatësia dhe një pall karrë që s'bën atë. Po, drejt. Djalë. Ndërkohë që po çfarë do kërkoje? Unë do kërkoja 100 milion euro. Unë do kërkoja para. Në të ndrejtë, që para në blen lumturin, po ideja është që para, sepse ideja është e i së të t'japi shëndet, se s'mund të kërkosh shëndet. Po, i kërkon dhe shëndet, po duash. Kërkosh shëndet? Po, duash shëndet edhe që e kuptimin ka plakë për ti keshit shpirtin në ti, në fund fare. Duash shëndet për 80 vitet e ardhshme që do jetoj. Mirë, okay, në atë sens atëherë do doja, nëse do kisha shëndet mirë, sa nuk du të jetoj gjatë nëse nuk do kem shëndet mirë. E kupton? Nëse do kem shëndet mirë. Po si do ka ti, jam unë djalli këtu të shifsha drejt. Çfarë do? Masullën më tunës për këtë më bëj. Çfarë do më po? Ama do të bëj çfarë? Mi legët e ti, se mi legët, pas e legët si do kesh, apo në bankë. O da ku unë të të qëtë gjitha, do bëj e punë të djallë kare, do... Si du legët, si do, mi e më la legët dhe më qemë legët. Po nëse, që se ti kërkon legë plako, dhe nuk e bënd sakë që unë i dua këto legë kesh, po a i ti silë në format ndryshme, për shumë, në asete, ka dhe në 2 dyqane, që po bëjnë kaq legë në muaj, edhe ti shikon plako që je papritur, pronari i 2 lokaleve ku ke edhe 20 punonjës që. Okej, më mirë, në të sensit se një dhe gjë për mua. është një dhe gjë plako, po të asilin punojnë me tunës, fillojnë të vjedhë, mërzisnë, po, mund ta bëj dhe me lekët ai që ti fillon ço Bijozin edhe. Kjo është e bukur plako, që ti e merr këtë dhe thua që jam mot tani jam një njeri më i mirë, tani duhet të mbledh lekët. Sa fillon ti të krijosh ide në kokë, çfarë bën djalli? Bap një nga këto punonjësit sjell policinë aty plako, sjell kokainë, prostituta, gjëra, të akuzojnë ty dinamik keq, nuk di më njerëz punë djalli. Nëse po. A vafsh në djallë. Mund ndodhi ajo drejt, si më të fali makinë dhe të futesh kokainë ke makinë apo jo. Po. Sa bukur. Po, shumë keq. Çudit teolog më janë, ne ta gjem dhe sekond. Një portofol. Ose të kthejnë eksin për shkakun, ose gocat për të rikthyer ishin e bën. Atëre ja. Se
gotat për të rikthyer ishin e bëjnë, do ky thot djalli të plotson një dëshirë, do nga gjithë dëshira që ti ke plotson një sa për të ndier nga rruga e Zotit, dhe kjo thot ose vajzat për shembull që duan ishin, aty e kanë vajzat. E kanë shpenzuar dëshirën që në moshën 6 vjeçare nëse. E duhet më puthje goca me bukur klasës. Ishin. Op djalli edhe. Gyp. Unë manifestova dhe mu realizua. Po. Po kjo është si ta e lërat e fatit. Po, ka një Pyetja, Fiton një herë dhe pastaj u bën gjithmonë. pyetja është kjo. Po. Po Pyetja kjo si të dalim në momentin që kemi ngel. Ko sa ke hyrë në rreth vicioz dhe ti tani do humbasësh gjithmonë. Dhe plus që ke harxuar kohën kot, ke medituar po s'ke mësuar, ke medituar po s'ke punuar, dhe ti ke mbetur po ai që je. Ti gjinkalla. Çe gjinkalla, çe lidhe ka gjë. Gjëse fabulën gjinkalla me lingon. Ti je gjinkalla. Po, si është fabula me Gjikallën? Dhe me Lingon. Gjinkalla vetëm këndonte. Milingona vetëm punonte. Edhe e thë, Milingon, që vënd si vetëm punon si... Në më të lajqe, apo jeti që kur vit dimi të hashtë timi? Që kur vit dimi dhe hashtë timi. Edhe ajo i tha, shtëpia pa nanën është dimën. Po unë e kam nanën në shtëpi. Edhe Gjikalla i tha... Dhe shumë Gjikalla? Besoj? A, bëj shumë. Kuku bre, kuku meriton mjekiqe që punon gjithë verën. Ka dhe jemi vjen Gjikalla. Shka për bomër. Kalum ke fabula plakon. Sot fillon përputhen. Protagonist është, e kanë hequr Neda Ballukun dhe kanë Zhak Lekatarin dhe Arion Muçën. Zhakën e përshëndesim. Edhe kemi dhe edhe Arion Muçën e përshëndesim. Arion Muçën se tani më dha të veçe. Porjani. Me Megi kush? Megi Porjani, përshëndesim. Përshëndesim Megi Porjani, patjetër. Gati Instagram. Po është treshe frikshme, ha? Po, treshe frikshme vërtet, është ndruar dhe Olca Muhamedi, nuk është më, se ka shkuar në Kosovë për të bërë duke qenë regjizore, drejtuese e programit të BBVK Treshit. Por, BBVK Treshit besoj do ketë përputhsa shumë. Dëgjova që mund të jetë Alvisa Qarri. Nuk e dim të shohim. Ai që ka pasur përputhen, mund të ketë një përputhje tjetër e sigurt. Por në përputhje pastaj Serena Sulën, po. Nuk e merr djallit as si kërkesën. Sa futet Serena Sulën, Serena Sulën. Zoti dashur futet Serena Sulën në BBVK3 që kam qejf të shoh. Po, do të qejf të shoh Serena Sulën aty, më thonë. Dhe në podcast mund të thësh Serena Sulën të bëjmë ftesë publike, të vish podcast në thuaç eksperiencën në këtë planet. Kemi sa pyetje për të. Kemi shumë pyetje për ty, po. Mas e vëzën edhe në BBVA, nuk e di. Po për Big Brother Albania, qa flitet? Do shkoj dhe Arbana Osmani atje më duket gjova. Qa thoma, ka më, i mori gjitha. Gjova, kështë gjova. Unë nuk para marrë vesh më gjova, por kur i marrë vesh gjitha. Stresi është kampioni i BBVK-s parë. Po, për zotin, nuk jam për të falë kur Kosovës, faktin që në Big Brother Kosovë. Pse e dha Kosova? Kush e dha ata plak? Që nuk e di, si do që të shkoj, nuk du... Kush ja dha du 2 emra, 2 arsye? 2 emra, 2 arsye shpejt, lutëm, se kemi i vajtjera 2 metë. Luizin, të parën, për smundin që kishte edhe s'kishte, edhe Efin se me ata arogancë, dhe më thënë, nuk e di. Efin, po nuk kam gjë me Efin, po thjesht duhet zgjedh dikë. Mund ta them këtë duhet zgjedh? Mund ta them kë, po mund ta thuash. Janë shumë të mirë, ma me në fillimi kur fillojnë Big Brother gjithë. Nuk di këtë zgjedh janë gjithë shumë të mirë. Po them vetëm se në që s'kam këtë zgjedh, po zgjedh atë se s'kam këtë zgjedh. Kam folur pak më pak me këtë them, me Serena Sulën. Po, me Serena Sulën kam folur shumë pak, por kam bërë shumë kontakte. Ato dy fjalë që më tha ajo nuk është se më erdhën shumë mirë, se më tha bëre ti me kurve vogël. Po, se kam për atë fare. Se kam lidhe fare, se unë i tash mirëmëngjes dhe ty Serena Sulja. Jo, dëgjova atë që kishte ndodhur me P. Diddy në Amerikë. Çe kishte ndodhur vërtet, se është bërë gjithë anë më, po s'kisha mundësi se isha gjithë. S'kisha mundësi, s'ka gjë, më mirë. Çe ka ndodhur? E kapën në P. Diddy, ka futur mena. Çe ka P. Diddy më? P. Diddy më. Çe kishte pi? Diddy në pis. E nën pis. Kishte pi Titi. E kishte pi Titi?
E gjebi didi krejt vojnë Johnson, Baby Johnson, mërë. Një kishe mitë. Që thumë, vërtet, si ishte puna me vërtet në Plaka, vajzë? ishte puna, ishte të mërshme. Të përshme? Një është në industri që bënte zhvillonte ca parte shumë frikshme. Që i zhvillohej mas i fare ore. Do të thënë, njëta parte që vazhdonte me ditë të tëra plako. Me ditë. Do thotë që kur binte ora 1 e natës, largoheshin gjithë ta njerëzit e mirë, po themi dhe ngeqin ata plako që fillonte masakra. Që masakra? Masakra, ferma që trajtoheshin si lecka. Mershin burra, plako, po, burrat visheshin me parruke, qishin njëri tjetrin, qishin gjithë njëri tjetrin. Që thumë? Bëndë kështu si tip, ajo, Wise Eye Shot, si ka qenë filmi, me Nicole Kidman dhe Tom Cruise. Është filmi tjetër plako, Orgjinë 5, me Rocco Siffredin edhe me çunat e gozat e klubit hungarez. Po mi ishin gjithë matur të paktën, apo kishte minoren? Po kishte minoren, pra kishte problem. A kishte mbi Noren apo s'kishte asgjë mbi Noren? Ishin aty goca që kishin qenë superstar në atë kohë, ishte Justin Bieber kur ishte akoma 15 vjeç. Si besohet asnjë gjë, e vëre? Po. I fton me i parti direkt u hap llapën. I ke parti didi në hivi. Wow, plak futeshin 15 vjeçare, tani imagjino veten ti e burrë, të futesh aty kur shikon një kasapa njerëz që lyheshin gjithë me vaj, se për ne përdorshin të vaj, kishin një magazin për të vaj. Po një jep gjithë do thosh ti. Po jo, prit. I meshin këto kalamajt e vegjël dhe i detyronin të bënin gjëra që masi nuk kishin qef i bënin për i herë të gjitha. E kupton si për shembull, ja i gjep shumë që detyronin plagë fëmijët, ishte do flesh gjumë tani. Po është drek, e kupton drek që s'do film të flesh gjumë. Gjë që ata nuk duhen të bënin. Apo jo, këtë kishte fjalën besoj. Po, por i hundin drog këtë pjesë, kështu që edhe flinin. Mama dhe historinë që këtë thënë njerë, po zjohesh e ti plakë me bëthëm me gjakë dhe kishe pejt me shokun, është i gjë që ndodhë aty zakonisht. Qohesh me karin bëth plakë, jo dhe thjesht me bëthëm me gjakë, thjesht qohesh dhe shifit një person më apate. Po edhe meshkuj me meshkuj? Kishte ndodhë pa nga gjitha plakë, po gjë me keq që ndodhë ishte që ca nga këtë gosët kjo pasaj qonë dhe prostituta diku tjetër, po nëse të gjëra të vogla nuk është se merren. Ose kuptoj, vjen një moment të plagë që ke gjetur lekë, ke gjetur famë, pse duhet merresh me këtë gjë, por ne la këngët ai. Nuk e di pse i la këngët ai plagë, po kishte sa fiksime të këqija fare. Po si ishte puna me këto por, edhe pse do të jenë, okay, se kjo është. Pse do të jenë gjithë me ngjyrë, do thosh. Jo, s'është ashtu se për shembull ai Epstein ishte i bardhë, nuk ka lidhje, po. Si do që të jetë. E po më ishte zidha. Që ka thënë intervistë kam pa. E kam shpirtin e zita, le të dukem shumë si i bardhë. Drejt, i zi ishte brenda. Por ideja është edhe ai R. Kelly, por. E kupton? R. Kelly të shik. Edhe ky faktikisht, siç tregonin këto intervista tani që kishin bërë plakë më mbrapa, ishin thjesht pjesë e garnityrës mode të baklava zez. Vdes pra atë momenti kur i bën pyetje aty R. Kelly ta në intervistë thon. Po aty e kishte vajza minoren, edhe ndërëm. Jo, kishte vajza adoleshente. Kur ti thua adoleshente, sta vjeç që ke fjalën, i thotë. Se ke gjë, imagjino që një randë shka dhe plan. Jo një randë, ideja është ti ke bë këto parti dhe nuk e di se çfarë do të thonë adoleshent. E kupton? Po tu adoleshente se ke 10 vjeçar adoleshente janë? Po. Atëherë ka pasur adoleshente. Atë le të themi që kanë bërë gabime dhe mund ta e burg. Le të themi që nuk ka pasur adoleshente. Ai është adoleshente është nga 11 e sipër. 11. Jo, si bie. Teen është 12, po. Nga 13 e sipër është adoleshente. E ti thu, po nga 13 e sipër, okay. Atëherë nuk ka pasur adoleshente, ai ishte 2 metra poshtë. Vinte një voice ftesë speciale nga Pavdedi. Pavdedi tani bënte pjesë të këto orgjit apo thjesht ishte si vllai i madh, fliste kështu në sfond, si Big Brother Kosova. Faktikisht bënte pjesë, po jo gjithmonë, kishte qejf edhe të filmonte. Tani nuk është se ishin gjëra që të lenin ku dëgjon imagjinatës profetit dhe Luciferit se çka kishin ndodhur me ne. Vini kështu maska plaka? Jo gjithmonë. Kishte dalë 2 video që qarkullohen më mbrapa që ky ishte me parruke një moment. Kishte dalë ai plako, e rrova emrin tani. E komediani apo ai Ziu i vogël. Kevin Hart. Partet e këtij janë shumë frikshme, aty bëhesh gjithë vaj, nuk e dim se çfarë ndodh, imagjino plak. Po çfarë kishte vaj, se më vërtet pse duhet të ke vaj? Pse ishte kaq e rëndësishme? Kishte qejf të lundte në vaj, plak të fusën në furrë. S'ku di janë, e lysh me vaj, kishin qejf të rrshqisin aty, imagjino çfarë bëhesh, ne gjë me plasmas aty pa lidhje. Edhe fillojnë rrshqasin gjithë me njëri tjetrin. Nuk e di. Çfarë fiksimesh kanë rrobat kur mendon. Edhe të mendosh Sa më vjen. Njerëz që bëjnë fiksime të realitet janë të pasurit.
Se mund të ketë njerëz varfër plak që mund të kenë gjëra dhe më makabër në mendjen e tyre, po thjesht nuk është dhënë mundësia t'i bëjë realitet. Supozojmë nëse do kishe mundësi shumë të kishe para, çfarë do bëje ti, çfarë parti çdo bëje, ose sa lart do shkoje, këdo poshtëroje, kush ishte ideja, apo? Në dy momente të ca goca që kishin dash plakën më largu, kishin kapur flokësh, edhe kishin sill prapa aty ke veni vetëm. Gota që kishin dash me shpëtu, po ishte tepër vonë. Se i marrin të mjull me këto? Po nuk i lë me dalë, po. Nga shtëpia për një 3 ditë. Sa të marrën parë. Po se del ti plako dhe normalisht me ato traumat që ke kriju, do bësh një jetë shumë të këndshme, edhe ose me ato videot plako që ky të ka filmuar të bënte i bënte shantazh tjetër. Po. Pse kjo ishte? Po tani për çfarë akuzohet ky? Për shantazhe, për prostitucion. Gjithë goca plako çonte prostituta i përdorte lart dhe poshtë, si do të kari. Që kishte edhe një rrjet tjetër plako, kështu droge, kishte armë pa leje aty barikane, që kishte, ato kanë armë gjitha, ky kishte pa numër serie po barikane. Ato mund të marrin tankun në shtëpi, po ky kishte pa numër serie. E vërtet. Ai mund të thjesht merrte prostitutën të vërteta, thjesht kështu e skorta për qef, po jo duhet merrte minoren. Jo. Ti detyronte. Jo, ato kanë fiksime plako, ato kanë fiksime. Edhe tani ky kanë zgjedhur një listë. Edhe ke lista janë gjithë sa më të famshëm, Jay-Z, Beyoncé, J-Lo, ke vëri çfarë? Po thoshte njëra plako që e di pse ndodhi kjo ditë dhe nuk ndodhi Jay-Z, se Jay-Z ishte i martuar, ku i martuar gruaja të mban. Po nuk di njëra. Ishte edhe Jay-Z aty? Jay-Z ishte thonë ishte koka. Po pritsa akoma s'ka dalë. Edhe më di presin gjithë plako që kush ishte nxjerrë. Po ishte Beyoncé dhe J-Lo. Po trufi Kevin Hart i vogël fare. Çfarë gallade. Edhe me zi po presin gjithë plako është. Po bëhet investigim. Po para modë. Po. Ja do vrasit e ky vetëm tani. Nuk e di plako, po interesante si ndodhi, Sean Puffy Combs ka vendosur të dalin nga. Po çfarë pasurie ime plako. Po si po të pasoj mund të shkoj aty, nuk e di. Po thonë tani që shumë nga këto kontrata me artistët e ri plako ishin kërcënime, që i merreshin me zor. Do të nuk është se i jepshin mundësi zgjedhje. Për shembull, Asher, ky kishte marrë plako ishte 13 vjeç, Asher. Mamën? Po, mos i shiu mirë. Claro, Justin Bieber 13 vjeç. Po, e di. Tani, më thuaj 13 vjeçar që i merrte i lente edhe një vit në shtëpi. Një vit Asher kishte jetuar me pap dedin duke pa çka krajm bësh aty mbrenda. Si bën në shtëpi. Sa fëmijë ka pap dedin vërtet kocën kurioze, ta bën Google. Po nuk është se ka shumë se ai vet ku. Gru mos e ska, apo? Ja, gru ska si ka vdek gru e shkretër. O deni kid. Po network e kota ashtu kot network. Sa është network i dit? Ja, do të jetë shumë. 100 milion. Okej. Me bukur është që para një viti plak, për ironinë e fatit kishin dhënë qesin e New Yorkut. Çe kishin thënë? Qesin e New Yorkut. Po qesin e New Yorkut, ai që ja modë. Ka 7 fëmijë. 7 fëmijë, pak paska. Quincy, Justin, Christian, Chance, Delilah, Jesse dhe his youngest Love. Love e ka në fund. Vetëm një më pëlqeu la. Delilah. Edhe ka emrin Lila. Delilah. Delilah, ma sa ka e vajti këtu tani ta pimi tekën. Ua, çfarë bëhet? Po të kishe ti aq para plako, edhe ti ishe pak pervers, sepse ke probleme në trurin tënd, te kemi folë 100 herë. Po këto të tjerë të që nuk kanë probleme në trurin e veta. Si pranojnë? Zëret e ti një artist plak, je këngëtar dhe nuk punon për pap dedin, po di ti çfarë bluajnë se ka ai. Po. Ja e morë vesh edhe qellove ke një nga partet, nuk zgjodhe gjithë shkërdeshën. Nëse do të jepte shansin të bashkëpunojë pa vdedin, besoj shumica do e bënin. Pa vdedi është shumë i vjetër në është themi. Diskutohet, po ja marrim razën që ti je një artist shumë i ri dhe i talentuar. Profeti. Qelloj fati. Çe bune Puffy. Puffy çe bune vetëm çaka. Si kemi gjati Puffy, e kemi thënë, gjithë si kam thënë, se të njeri ju të më frasin Puffy, po më kam gjatë emrin Pilafi. Dopi Pilafi. Më kam Pilafi dedi. Dopi Pilafi me Pacekombi. Pacekombi, apo jo? Niste Puffy, që bone? Nëse Puffy që bone, plako unë kam shumë talent. Jam 13 vjeç.
Paf pufi. Jam moshën e dur. Jam moshën e dur apo nga kalu mosha? Jam moshën e dur. Që të bësh e kur? Që të bësh e profet? Po, rastise ti e ur, se do të që nuk kishe flet, ose kishe flet në trega të dit, edhe nuk të gjumin ndarke. Ai që do më dejtore plak do thotë ti do flesh i mujë shtëpia ime. I vit apo i mujë, thë me atë shtëpia. Ashin e kishim marrë një vit. Një vit? Një vit. 365 ditë me pa vdekjen. 365 ditë. Me byllën e zezë pa vdekje. Po, pa vdekje kështu do flim bash, do hem bash mjes, do hem bash drek. Po. Do hem bash dalë pa irosje. A dalë që të marrë gjikaja? Po ku të me shku ne kemi gjitha në shpil? Që do me të thonë që do një këtu mërë në shpi vjen e keqe? Jo, s'ka lidhe t'irë dalë jo, t'i hapë qitë me gjere të me. Po pra, si është djeli sotë? Mos rrimë, mos ditë në djela, pa vizot mëllë të drejtarë. Po se djeli është për të bardë. Po unë i bardëm. I bardë i për unë i të zi. Po që lidhe kasë dhe zi unë të djeli. Po. Unë a do bëjmë ne kongë se për një ka marrë të pa vdeti. A do të shofë ne e studion unë, apo vetëm këto kartore që i bëmë të lërë dhe poshtë. Se s'u qenë këto që të bëjmë këto partit e qëmë? I sekund, ndiren që i kare nga gjithë brivat që jeni të futë. Që thesi? Po ndaloni se fund të gjem që të djali se pas ka ide të buka. I sekund, mos u lyni me vajë me gjemë. Që thesi? Ashe? Që kare e këtë? Që thesi? Profeti? Që thesi profeta? Ti thej do në që neve tani gjithë të vajta edhe në dëmë. Jo, vazhdo një të skush një pjesë. Jo, thash, a mund të morë një thasë patate, ta si e të sifën. Që është një gjithë kapë, vazhdo në rgjia ty. Ke për të bëti kushi, për në të njëtë shumë. Ke për të bëti kushi, për. Ai, më ndova se the që në këto partit do të bërë më dhe do të bëjmë i këngë. Po jo. Për partit që do të bërë më, do të bëjmë këngë. Jo, unë them të vazhdojmë, thash vetëm. We gonna party. Nuk ka një plagë që thotë që ne duhet ta bëjmë party. Janë gjithë plagë shumë pozitiv ndaj festave. Kush ishte kënga më bukur pa vdekje që të pëlqen? S'maj me asnjë tani. Everything. Që e bolli stingut. Me Marion? Somebody said they saw you. Po Mario plagë, pse iku Mario? Një këngë boni i shkreti, ongri ka harë një igu. Igu, plako, igu, friksonë. Ku është? Igu, Luigi. Igu, profetër e shpëtu mirë për të. Në këtë dojë të tjo, për që të bëjë? E sa e vështirë është jetë, plako. Ky është vetëm nga ata që është kapë. Mendoj se sa tjerë kanë këtë pushtet ta bëjnë, e mendoj që ka dhe shumë tjerë që janë dhe më të çmendur në thjesht në habit fakti sepse janë emra që i njohim, e kupton? Po këto janë, mendoj që njeriu është një qenie shumë, shumë çuditshme plako. Don ta gjëra që i kalojnë në mend. Disa që përmendi ky plako, përmendi aq emra të çuditshëm, se që merr keq po ishin. Ty sa emra të çuditshëm. Tartaruga Ninja, ti kështu. Flashka Ninja. Ma me Mario dhe Luigi që erdhën nga Nintendo, nga japonezi, ishin aty. Ishte ajo Mary J. Blige, më me? Që thumë? Mos ja, ka qenë aty në party? Beyoncé, ishte ajo që bëshu si besimtare papamë. Beyoncé kështë qenë aty? Ishte, po, qita këto. Maria Carey ishte? Gelozja. Ishte pa Gelozja. Ose ishte është aji e që lunë Django. Po, fuck. Jamie Foxx. Po, Jamie Foxx e të rrë. Ishte aty? J-Ho, po, tamo. Po, ishte aty e fatkesisht. Ishte? Po, ishte Elisa. Po, kishë filluar të sa veta. Denzel Washington ishte? Jo, aji, ndryshën këtë tjera plak ishte dhe një intervjist. Aji kështë qenë me pushime atë natë. Jo, më bukur akoma. Sa kishte parë plak kartë e parë që kishte ndalë të sheshit, kishte iku. Vërte? Po, kishte dhe një intervjist për plak që te partit e në çmendura që bëjnë ta vipat, nuk tregonte se kush këta. Njerëzit e Hollywoodit është mirë dhe ti kesh para orës 12. Do të thënë rinte dhe pastaj thjesht kërcit. Po çajti Jerusha dhe që i mrov në Po fra, çajti Jerusha? Më falë se kisha për ngjyrën e lëkurës. Ti nuk je Jerusha, i thaki për vdete plak, jemi Jerusha. S'ka sleka, s'ka të ndias, nuk di me shiu asnjë. Jerushka bashja. Po shkallon komti me Mjerush. Burë, që në e. Ka qak linja dhe. Qak linja dhe, njëse. Edhe emra tjerë ishin një aktor Hollywoodi plak i bardh,
ishte një nga njerëzit që ky kishte turet e mi special, që kanë qejf të vinë të rivinë të festat e mia, ishte Leo DiCaprio. Ç'a thumë? Ishte po më kishte dhe njerëz bardhë që merrte burr. Edhe them që ky I ka prangos to plako se normalisht mund të ketë video gjëra që nuk duhen parë, nuk duhen bë. Po fakti pse I regjistronte? Dhe është aty ku është burr. Se më jeni çinkuat e ke. Saqë edhe vet policia e vendit mante fotografinë e pavdetit brenda nëpër zyrat e policisë. Ç'a thumë? Jo, blaq ishte komike kjo pjesa. Si më marrë fotografinë e pavdetit. Shef, po prasi ato komunista dhe që marrin Never Ocean se King Jong-un, po. Nëse. Kush ishte tjetër? Do bëhet I më lek çfarë? Tregove. Di kush nuk ishte plako që ishte Eminemi, nuk shkonte. Ishte Paolo Maldini? Jo, ata, po policisë kishte parë plako, nuk shkonte. Normal se është burr sotni, ka. Qa thua, ishte martum? Nga martesa, ka martum. Ai ka dy Se fëmijë. këto tjerë si ishte martum. Jo, si ishte martum fare. Ai DJ Khaled që janë këto plako, kishte nga ato të industrisë, po të gjithë me ngjyrë. Ishin aty. Edhe DJ Khaled plak po ai është musliman I thekur. Nuk ka musliman aty plak, e pidhe janë gjithë bezimtar të pidhet, e kupton është fen vete. Ç'a thumë, të mërshme, wow, mra gjithë imazhi I tij. Nuk ka se gjithë keq ti bësh këto. Apo jo. Mendo plak që ti je rritur, ti ke Jo, nuk ka. gjëra në kokë, ke përgjithësitë tuaja, por mënyra se si këta kishin trajtuar këto gocat dhe kishin poshtëruar. Po pra, po, shiko, edhe forma e poshtërimit për shembull e kuptoj sot është bërë komerciale sepse për shembull ka porno, ka zhanre në porno ku ti zgjedh për shembull ku dëgjon hardcore me dhunë, ndoshta e ke qef, ka goca që marrin pjesë në këto gjona, nuk ka problem. Në qoftë se bëhet me dhunë është problemi, kur e bën komplet pa dëshirën e saj. Çka ka po ndodhur, pse duhet I tani në atë pikë plakot, se ti mund ta rikrijosh çdo gjë dhe pa arritur në atë pikë se të marrësh njerëz me dhunë dhe ti hapësh punë vetes, pse duhet vërin këtë pikë? Por këta përdorin drogra, që bëhet që na aq haj plak aq të bëm, saqë nuk dihet më se ç'ndodh aty. Dhe ky është problemi. Normal që shumë veta, po. Ky ka qenë gjithmonë problemi Im plako për shembull, nëse një ditë do kisha për shembull në pronësi një klub apo një bar. E ke parasysh që bëhet party, e ti thua çdo gjë është në rregull, por nuk është çdo gjë në rregull gjithmonë, e kupton? Aty do ndodhi diçka, sepse është ambienti I tillë plako ku gjithë duan dalin çik nga vetvetja, duan je çik më I fryrë se ç'duhet. I fut në I viz, I fut në I pjell, e kupton, kështu e bësh në një ekstazi në gjë, je për shef, I fut në një LSD, e kupton, na herë të hedh në njërin e gjon pije, ndodh diçka. Mund të jenë të gjitha bashkë, edhe mund të duash këto. Mund të kesh depresionin e shoqërisë plak. Presioni është aty, sepse nëse gjithë bëhen që të zgjedhësh tikësh, ose po zgjedhësh tikësh, mund të gati që të hash 2 kara mbyll. E kupton? Që gjë është okay plak derisa ndodhi u fut kari pa, kupton. Aq. Aty bie gjitha. Aty bie edhe vet idulli pa vdekje. Po kam dëgjuar që partit e tilla ndodhin në Tiranë plako, me thënë drejtën, të çmendura. Dhe marrin pjesë shumë kështu tipa. Po, kam dëgjuar edhe unë, po kjo është nivel shumë I lartë. Ky është tip, kuptoj, po është tip konspiracion. Do të thënë, kjo është nëse në Tiranë ndodhi me pije pak më çipe, me gjëra kështu. Kjo është me drog pak më të lirë, me kurrë pak më të lirë. Ideja është që mund të jenë VIP-a. Ideja është që mund të jetë dikush I njohur plako që organizon gjëra të tilla, kupton, në Tiranë, në një mënyrë underground. Dhe mund të jenë edhe figura të njohura, s'është e thënë, po nëse ju keni informacion, ju lutem na shkruani se na intrigon shumë si ide. Të dim kush është paf dedikom si shqiptar. Kush është? Njëri merret me shkruajtje më plak dhe më tha që kishte informacion shumë, nëse mase do ta vi një ditë në podcast. Po erdhi me fol. Okej, po ne duam fakte, jo kështu kod llafe bërë, llafe thon gjithë. Pse di, llafe ka vajm thaj më. Unë se tash ke fakte, direkt, po jam gazetar, dedikar. Dedikar më apo vjen me. Do dalë ajo se gjithë si At Nikola pastaj. Montazh. Nëse ashtu të dalë dhe ky mëse. Po nëse po më tregonte diçka interesante për Arditje Brea. Më thaj që Arditje Brea, nëse ka pas bërë seks me Flor Mamajesin. Jo. Ka sa që thashë themi. Nëse, nuk e them, po e lek kështu se mase dikur të shkruaj. Okej, na shkruani çik sepse dua të di me vërtet çka keni dëgjuar, çka keni parë. Që janë këto partit të çmendura që po ndodhin dhe që mendohet që mund të ndodhin në Tiranë ose kudo në Shqipëri ose edhe në trevat e tjera shqiptare, për shembull në Maqedoni, Malzi, Kosovë,
apo dhe në çamëri. Na thoni herë më vërtet. Çfarë janë këto gjë që ndodhin që bëjmë VIP-a ose njerëz me pushtet në Shqipëri? Në Bilisht, po. Imagjino plako. Po më ndodhin, a mos i bën ai Zamir Mani në Green Coast apo ja? Tani po ta kesh pushtetin, ç'të bësh ti pra? Po mos i bën Bland Fevzior. Po, nuk bëhen dot në Shqipëri. Nuk bëhen dot, është vend shumë i vogël plak. Po jo, po sikur ta bësh o plak shikoj, zem se jemi ne të dy super milionera. Edhe duam të bëjmë kështu party se duam të kemi influencë. Si shtetet ti shumë bukur i bëjmë me filmime. Kto s'din gjë fare. Në mënyrë komplet të papar ç'a bëjmë? Organizojmë për shembull vende super luksoze, e bëjmë një party të papar me drogë me çdo gjë, i veshim me maska, e bëjmë fiksit e filmi Ice White Shot, e kupton? I me maska nuk merret vesh kush është aty duke po atë që po bën, e kupton? Edhe vjen një moment plako dhe sjell për shembull ti mbledhim dhe kështu për shembull swingers apo ku dëgjoj unë, e sjell vetëm një agjenci eskortash që në këtë mënyrë ne jemi arrim larg ligjit që këto janë thjesht eskorta, apo në një farë mënyrë, si thosh, apo jo. Është vetëm të kjo pjesë, pra kjo është ajo që thuhet se sigurisht gjithë ata po kërkojnë eskorta. Ky ndryshe nga këta plako, ky sillte eskorta meshkuj, sillte motrapi. Po kam gjuar unë në Shqipëri që ndodhin. Në vërtet? Po, me meshkuj, me eskorta meshkuj kam dëgjuar për shembull rob që do të shohin gratë e tyre që i shihnin ti. Po, këto janë kështu si individ. Më duket që ke vërtet plak se shqiptarët flasin shumë, ti e di. Po pra e di, po ne po flasim, po nëse do të nxjerrin gjithë sheshit. Sa po ndodhi kjo për shumë fillim vend, vjen pastruse plako që po fshin ato mrokullat i tregon motrës vetë, shumë mobetesh. Motra i tregon njëri që ka ke puna, ai ke puna është me shefin shok, ne u morvesh. Në drejt. Po një gjë për shumë që më kanë treguar mua, më ka treguar vetë çuni që shkonte te një nga këto dhomat, apo ta thon sigurisht një lajm që dëgjuar diku plako, po ky thaj që ekzistonte ajo dhoma e errët në Tiranë për ne geti e bëri. Ne shkojmë me pasere atje plako, aty s'merret vesh, nuk ka fare, ka vetëm një orar, tipit e mërkur ora 11 natës, putesh brenda, errësirë totale dhe vetëm qiell. Po mirë, pra këtë mund ta bësh me çdo gjë tjetër, tash errësirë totale, mëse unë s'kam qef me errësirë për shembull, supozohet. Ka një formë për të rritur anonimat, se aty mund të ketë VIP. Po si do ta rush pra? Ti e di ndërtesën ku do shkosh. Ti s'ke nevojë plakot të shohësh dikë që po qiet për kuptuar që po plakot ndërtesa nuk ka nevojë ta dish sepse ti mund ta bësh shumë kollaj për shembull diçka të tillë të tipit për shembull merr një vil me qira. Vila ka pa fund plak sot kësaj ditë në Shqipëri. Merr një vil luksoze se di njëri deri në minutë fundit. I thotë gjithëve që i bën members. I thotë ti është të merrni vesh minutë fundit, do vish atje, do heqësh telefonin, do kesh gjë të lësh gjitha këtë dera plako. Nuk do ketë atë gjë, do lësh atje, do zhvishesh komplet si ke filmi Ice White Shot që veshin thjesht një pelerin, ke maskën, e s'ka asgjë gjë tjetër. Dhe ti thjesht diskuton. Dhe aty nuk është se ti bën seks kot kështu kuturu pa lidhje. Thjesht ti diskuton, bën muhabet, fillojnë pastaj rob një shkërdhet aty një atje, mund të krijosh diçka, tash normalisht këto janë bulletproof, domethënë ka gjithmonë një gjë që do thyet, siç i ndodhi edhe pa vdekje që i doli ajo, gjithmonë mund të dalin sekrete. Por që ti jesh mirë nga ana ligjore, se kjo nuk ka asnjë gjë jo ligjore në këtë mes, e kupton? Apo ka? S'ka, më sa diun jo. Për sa kohë që s'paguhen prostituta. Në mas, nëse do futesh prostituta, për shembull, duhet i paguash si prostituta, duhet i paguash si eskorta. Nëse i paguon si eskorta janë në rregull. Nuk e di, naftonin këto party të shohim se si shkojnë. Po pra, kush ka qenë na thotë ne biles nuk kemi nevojë për maskë se. Po ne jemi në të ecim rrugës dhe thonë njerëzit, po isha të drejsh maskë, po isha si rrov apo. Nuk është maskë fytyra ime të qif sharov. Se është fytyrë si maskë. Po isha të fytyrë si maskë, kush jeti xorre? Unë po fytyra ime. Isha të fytyrë si. Me një shenjë zezë aty për një bandere atë. Unë me gjyrën Spider-Man, nëse. Ej, ky podcast e kapi atë limitin e orarit që ka. Iku. Por na intrigove shumë tash do bëj ta Google, ca gjëra. Ç'do të bësh Google? Po Google burse, shko tani plagon në Shqipëri, mbyllet goja shumë kollaj njerëzve, kështu që. Nëse. Vazhdoni na tregoni dhe na shkruani. Kur jemi në Shqipëri profesion. Mam ne vil me qira ka për qef kështu. Bil me qira e më dau, da bëjmë party. Hajde organizojmë super party me në shtëpi. Patjetër. Në party, DJ me çdo gjë. Ne jemi komplet amator blanche. Po. Në plazh, kupton? Plazh duke shihës. Ju lutem, ne këtu nga vesinatës. Ju lutem futuni brenda. Ju lutem.
Ju lutem, ju përgjërohem. Përgjërohet Luçi. O ti që ke Luçi. Jo, Luçi thash përgjërohet, jo unë nuk përgjërohem. La Luçi. E është nisi dritët. Çfarë bëhet për se di, shumë keq. Nice. Shumë mirë nga janë, po dhe shumë keq nga janë tjetër. Po. Nice, po e bëm neve 10.000 lekë hyrja. S'ka çuna goca, mos të mboni, s'ka lidhje. 10.000 lekë hyrja. Nëse të parë për jenë. Nëse të parë për jenë. Ti si ke idena, si ke idena farë. Po, shqirë. Hajde. Me sa pije, me 3 pije. 3 pije edhe një pelerin zezë që dhe mash në vetë. Pelerin të lutën, në elanin e silën pelerin adres. Ju lutëm, se me si keme dhe... Maska divesi ajo la Casa del Papel. Ja, ba. Nese, që ditë shumë plakë, po. Ikëm. Gjë më ndodhe. Të ta mbyllim, mos harroni na shkruani dhe ta shpërndani podcastin që të kenë mundësi të dëgjojnë këtë podcast. Ndoshta është dikush që ka nevojë ta dëgjojë dhe po qande na thuaj çfarë mendon për intron e fundit që kemi nxjerr. Hajde, ciao. Ikëm Lucifer. Andale. Qëndever, Lucifer. Ciao.